Djemtë e ishmisit e njohur Valbona Selimlari, Deni dhe Kejni, respektivisht 21 dhe 18 vjeç, janë vënë në pranga nga policia e Tiranës pas një episodi të dhunshëm që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit. Sipas burimeve zyrtare, të rinjt kanë goditur një efektiv policie për shkak të detyrës, duke shkaktuar tension dhe ndërhyrjen e menjëhershme të shërbimeve të tjera të rendit. Ngjarja ka ndodhur në zonën e bllokut, ku dy vëllezërit po qëndronin me miqtë e tyre përpara se situata të dilte jashtë kontrollit. Pas shoqërimit në komisariatin R2, incidentet nuk kanë përfunduar. Burime nga vendngjarja bëjnë të ditur se Deni dhe Kejni Selimlari kanë dëmtuar kameran e sigurisë dhe derën e dhomës së shoqërimit, duke kundërshtuar urdhrat e policëve. Madje, gjatë përplasjes verbale, ata kanë kërcënuar disa efektiv që ndodheshin në detyrë, gjë që ka agravuar edhe më shumë situatën dhe ka bërë që ndaj tyre të nisen menjëherë procedurat ligjore për dhunë ndaj punonjësit të policisë dhe dëmtim të pronës publike. Materialet e mbledhura nga grupi hetimor janë referuar tashmë në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë për veprime të mëtejshme ligjore. Po hetohet nëse të rinjt kanë qenë nën efektin e alkoolit ose substancave të tjera gjatë momentit të përplasjes. Autoritetet janë duke analizuar edhe pamjet filmike nga kamerat e sigurisë për të përcaktuar me saktësi mënyrën se si ka nisur konflikti. Kjo ngjarje vjen vetëm pak javë pasi dy vëllezërit u përfshin një tjetër përplasje fizike në dhërmi në prani të 10 pushuesve. Edhe atëherë, incidenti shkaktoi shumë reagime në rrjetet sociale, por përfundoi pa pasoja ligjore, pasi palët u pajtuan. Megjithatë, duket se problemet me sjelljen impulsive të djemve po kthehen në shqetësim serioz për familjen e njohur. Ndërkohë, vetë Valbona Selimlari nuk ka reaguar publikisht për arrestimin e djemve të saj. Miq të afërt të familjes bëjnë me dije se ajo është e tronditur nga ngjarja dhe po përpiqet që çështja të zgjidhet në mënyrë të qetë përmes avokatëve. Për opinionin publik, kjo është një goditje e fortë ndaj imazhit të familjes Selimlari, e cila prej vitesh është konsideruar ndër më të respektuarat në vend.